Kur ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për vlerën e të thënurit 100 nditje la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. E dini këto. Kur thot la ilaha illallah 100, në sa sevap në kosim shu 10 robe 100 gradë ngritet, sa hapet maja. I ka pranuar pejgamberi sallallahu. Ka thonë edhe kur kush s'ka ardhur më të mirë se ai, pas ai që ka thonë, më shumë se kjo. Pa të garë. Ti thush 100 la ilaha illallah wahdahu la sharika lah thush. Pa thonë një më nështë, se si të thonë një nështë dal para 100 tjerëve në met. Nështë në met, sa njerët e thonë 100 la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, sa e thonë? Për 1 miliard dhe 500 milion muslimanë, sa e thonë? Kur të mesh për ta majtë? Së po tham nëse e thonë 100 milion vetë, nëse e thonë 100 milion vetë. Për 100 milionve nështë 50 milion, nalën të 100 herë. Ti dhush për thama një 5 herë, dalë në 50 milionsh në para tje. Ndjenja garës bën, mos me kondezu 100, po tash mi 100. Ndjenja garës. Ai që jo në garë, se kondezu 100 mo. Se 100 është kushti pjesëmarrjes. E kur zënë tash, realisht, edhe provokon, mi 100 sa ka me thonë ato. Mi 100 sa ka me thonë ato. Ndaj, të pesëve ti kam pyet sa herë bën kështu sa herë ka thonë pra 10.000, 15.000 tani kanë mbështetën gisha së gjej më hiç, ziku përfundojmë apo. Dikur e kam prish në gjemin këtej apo. Kam prish, s'jam në gjem apo. Ka 10.000, ka 12.000 në ditje.